ta duash Allahun subhanahu wa taala është diçka e madhe, diçka madhështore, që të arrijë njeriu ta dojë Allahun subhanahu wa taala. Mirë po, ka diçka edhe më të madhe se kjo. Ka diçka edhe më të madhe se kjo, e ajo është që Allahu ta dojë njeriu. Ta duash Allahun është e madhe me të vërtetë. Mirë po, më e madhe se kjo është që Allahu ta dojë njeriu. Dhe këtë gjë Allahu subhanahu wa taala e ka sqaruar dhe ka treguar vlerën e asaj, vlerën e kënaqësisë së Allahut ndaj robit të tij, vlerën e kënaqësisë së Allahut dhe dashurisë së Allahut ndaj robit të tij. Mirë po ashtu e ka sqaruar edhe rrugën e cila duhet trasohet për të arritur te kjo. Duhet të arrihet dashuria Allahut subhanahu wa taala, padyshim. Është diçka me vlerë, është diçka pa të cilën muslimani nuk mund të jetojë dhe nuk ka mirëqenie as në dunja as në ahiret. Nëse nuk e ka dashurinë e Allahut, do të jetë prej xhehenemlive në botën tjetër. Nëse nuk e ka dashurinë e Allahut në këtë botë, do të jetë prej të mjeruarve, prej atyre të cilët do të kenë një jetë të vështirë, dhe prej atyre të cilët nuk do ta ndinë kënaqësinë e jetesës me Allahun e lartësuar. Pra kjo është me rëndësi. Mirë po, për të arritur këtë, ka një rrugë të caktuar, edhe këtë rrugë Allahu subhanahu wa taala e ka sqaruar. Dhe kjo rrugë përmblidhet në fjalë të shkurtra me pak fjalë në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në metodologjinë të dërguarit të Allahut, në pasimin e gjurmëve të dërguarit të Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar thot: Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. I thot pejgamberit alayhis salam, thuaj: O Muhammed, nëse ju e doni Allahun me të vërtetë, atëherë më pasoni mua, ejani pas meje, ndiqeni rrugën time. Rezultati i kësaj çka do të ndodhë, do t'ju dojë edhe juve Allahu subhanahu wa taala. Edhe ju do të arrini dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Po përveç kësaj, wa yaghfir lakum dhunubakum, dhe ka diçka shtesë për juve. Allahu do t'ua fal mëkatet tuaja, sepse Allahu është falës dhe mëshirues i madh. Hasan al-Basriu rahimahullah në lidhje me këtë ajet ka thënë: njerëzit pretendojnë se e dojnë Allahun, kanë pretenduar dhe pretendojnë se e dojnë Allahun e lartësuar. Mirë po, Allahu i sprovoi me këtë ajet që dallohet pretenduesi i vërtet nga pretenduesi gënjeshtar.